unë dua t'ju prezantoj fillimisht me panelin e të ftuarve, pasi kemi dhe çështje tjera që do të diskutojmë bashkarisht, sepse edhe dekretimi i ministres Diella ka marrë një vendim gjykata kushtetuese, e ka çuar çështjen në seancë plenare, por ka dhe çështje të tjera, po e nis nga zoti Manjani, jurist, mirëmbrëma Manjan. Mirë se erdhe në nau, Aulon Kalaja, gazetar, ish kandidat për deputet. Mirëmbrëma Aulon, mirë se erdhe, Lavdrim Lita, gazetar, Faktor.al, mirëmbrëma Lita. Mirë se erdhe, Bledian Koka, gazetar, Syri TV, Bledi mirëmbrëma. Mirë se erdhe, Ervis Iljasaj, pedagog, mirëmbrëma Iljasaj, mirë se erdhe dhe ti në nau. Tani përveç temës kryesore ose temave kryesore që duam të trajtojmë sonte dhe që unë i përmenda në monologun tim hyrës, dua të ndalem fillimisht tek një lajm që ka qarkulluar ditën e sotme. Bëhet fjalë për një takim midis disa eksponentëve të Partisë Demokratike, siç është zoti Saliani, Ilir Ali Mehmeti dhe të tjerë, në selinë e PD-s, një lajm pa shumë detaje, por që është interpretuar si një lëvizje e re brenda Partisë Demokratike. Dhe meqense këtu sonte unë kam zotin Aulon Kalaja, që ishte pjesë e këtij takimi, duam të kuptojmë pak më shumë se çfarë ka ndodhur. Aulon, çfarë ishte ky takim? Kush e thirrri? Ku zhvillua? Nuk u zhvilluar në Partinë Demokratike, ishte takim i thjeshtë midis disa demokratëve, të cilët kanë marrë disa vota nga lista e hapur, kanë qenë përgjithsisht, domethënë, njerëzit që kanë marrë më shumë vota nga lista e hapur. Nuk është as parti e re, domethënë, unë personalisht duhet mbaj qendrim sonte këtu. Nuk jam pjesë asnjë partie të re, nuk jam pjesë asnjë lëvizje të re, nuk jam pjesë asnjë fraksioni të ri. Ka qenë thjesht një kafe miqësore, domethënë. Pra ishte kafe, le të themi, jo takim. Ka qenë një kafe. Domethënë, as nuk u prodhu as një lajm, as i deklarat, as i foto e tjerë. U fol për... Si ishte mediatike në fakt, po ishte thjesht një lajm që kishte qarkulluar. U fol për çështje që shqetësojnë Partinë Demokratike. Unë kam pas kritika për Partinë Demokratike dhe i kam bërë publikisht. Edhe më është kërku, domethënë, në telefon që të marr pjesë në këtë takim. Ftesat i ka bëu zoti Ervin Saliani. Pra është Saliani ai që u ka ftuar në këtë takim? Po, unë kam marrë pjesë në këtë takim, siç do marr pjesë në çdo lloj takimi tjetër që është në të mirën e Partisë Demokratike dhe në ringritjen e Partisë Demokratike. Kemi fol për sfidat që kemi pas në përqarqe, problematikat që kemi pas. Unë kam fol për qarkun e Durrësit, ku kam kandiduar. Tjerë kam fol për Beratin, për Kuksin, për Elbasanin, për Shkodrën apo për njerëz tjerë. Unë gjykoj që është momenti historik për Partinë Demokratike që të nisë një proces reflektimi me një ide se si fitohet. Partia Demokratike është një parti e cila duhet fitoj zgjedhjet edhe të vinë pushtet. Kjo është ideja kryesore. Po kishit teza politike atje në këtë takim kafe? Unë kam fol personalisht, do të them çat se nuk është etike nga ana ime për me diskutu gjërat e tjerëve. Se çfarë kanë thënë të tjerët? Jo, po them u hodh në një tezë politike. Unë kam fol për kodin zgjedhor, se si Partia Demokratike është në një moment tani që do bëj kodin e ri zgjedhor, duhet pyes bazën, duhet pyes kandidatët e saj, duhet pyes Këshillin Kombëtar, i cili nuk është mbledh që nga marsi. Mbledhja fundit ka qenë për miratimin e listave për kandidat për deputet, në një mbledhje që unë faktikisht nuk kam qenë, por unë gjykoj që është momenti që të mblidhemi, të flasim për analizën dhe për kodin zgjedhor, po ju marr një shembull, Bashkinë e Krujës, Bashkia e Krujës që e fitoi Partia Demokratike mbas 18 vitesh, besoj se këto ishin, po themi, pretendimet e tua ose ato që parashtrove ti në... Më fal, se është shumë e rëndësishme. Ka 100.000 banor dhe nuk ka sot një deputet në Parlamentin e Shqipërisë, si nga PS-ja, si nga PD-ja. Ky është kodi zgjedhor që kemi. Ndërkohë, ju e dini që i pamundsohet dhe kandidatëve për ta çuar në një proces ankimimi për hapjen e votave. Unë kam shkuar në gjykatë kushtetuese për këtë, por këto janë gjithë shqetësime që ne i kemi. Jo, i dim dhe ti i ke thënë, i ke artikuluar në emisione. Po vetë Saliani që ju ftoi ju mblodhi me çfarë qëllimi ose kush ishte? Asnjë lloj qëllimi. Në rast se ka ndonjë qëllim, domethënë në raport për formimin e një partie të re të tjerë. Një fraksioni ose një platforme, po themi. Jo, absolutisht, unë distancohem ja ku jam këtu, domethënë unë kam qenë, shikoj, unë kam marr pjesë tek takimet që ka bë Fatbarth Kadillin 2021 me idenë që kishte atëherë. Ka marrë pjesë. Unë marr pjesë në çdo lloj takimi që është në të mirën e Partisë Demokratike. Nëse aty ka njerëz cilët kanë prapavije etj, unë nuk jam pjesë. Shikoj, nuk peshkohem, nuk jam njeri që mund të përdorem. Unë jam te Partia Demokratike, nuk iki kurrë nga Partia Demokratike. Shkoj as te PS-ja, as me në informacion tjetër. A duhet të reformohet Partia Demokratike? Po. E djathta bën reformë, e majta bën rilindje. Unë jam për reformë. Ne duhet të reformojmë Partinë Demokratike si parti europiane, një parti e cila duhet i përgjigjet sfidave që ka tani, sepse ne nuk mund të jemi me shprehjen e rëndësishme është pjesëmarrja. Ne duhet